po folëm çfarë është çfarë do të më pas parasysh në këtë kohë kur mëngjesin e mbrëmja ftoft, ditën është koha pak më e mirë, dhe vëzitje natën sidomos, atëherë përveç pamjes që është pak më adopsuar në kuptimin se avullohet edhe gjami I motorit, po ka zgjidhje për këto ku janë të spreja apo ashtu edhe pinloku që nuk kalojnë me të avullu gjami helmetës. Tjetër që do të me pas parasysh është që në mbrëmje asfalti është shumë I ftoftë dhe sidomos në relacione të shkurta, gumat nuk nxehen ose motori nuk arrin më nxeh sa duhet, edhe tereni mundet edhe pse do këtë mirë, mundet mos me kanë kushtet më të mira kështë të frenimit të sene, guma mos me kanë sa duhet. Na dihet që në Kosovë kena shumë ullje në rrugë, edhe ku mundet më rshit ma let motori, kështu që ecë në qatë hapësira ku ka shkelje ma shumë kontakt gomave dhe të kjera me motorë jo në mes, sepse në mes mundet me posë rrjedhje të ullës, anash është pak ma mirë. Në këtë rast të shamë mu më ka vëllu gjami, se pin lokën ja kom hjek, se nuk kom dit me instalua, nuk e di qka, edhe thani më pengejke, pak krijajke një farë. A vëlle, njëtën kohë dhe që të në mes dhvjes dvardë, kjo, si të mas kërka lakështi, dhe të mëru ma shumë se rëshet motorë. Njëtën kohë, po menej edhe tjetra është që natën, zakon është ditën edhe në këshojnë shoferat e kjereve, le më mbrëmje, ku thënë, jeve se ftoftë, zdel kërkësh me motor, po znaj harbëdole, e për që ata du të me pas kujtes. Disa për këshilla vjen qëto, me maj distancen, frenimi, distanca e frenimit, gomat janë të ftofta, gjami e helmetës është ja vëllum, kështu që pas kujdes. Respekte.